Performancat e tjera kemi pasur gjatë kësaj periudhe përveç të parë, domethënë për vjetorin e gjimnazit? Kemi marrë pjesë në festivalin Youth Fest që u organizu prej ambasadës së Amerikës, ku ishte një hap shumë i madh për neve. Ato ishte edhe mendoj diçka më e madhe, për që nga audienca dhe nga si event. Ajo ka qenë shumë okej. Unë aty kam kalu shumë mirë dhe mendoj që edhe antarë tjerë kanë kalu mirë për shkak se prej komenteve që i kom marrë prej mbasi që mbaroi komplet festivali prej antarëve kanë qenë shumë pozitive dhe mendoj që ajo edhe na ka motivu hala më shumë për me pas dëshirë me performu në për festivale tjera apo organizime tjera në përgjithësi. Edhe performimi i fundit që i kemi pas ka qenë të dita botërore e vullnetarizmit e Kryqikuq, që na kanë thirrë si bendi më i ri prej një moshë shumë të re, prej triturve, po. Si ndjeni tani që, sepse ka një vit e ca që është formuar bendi, si ndjeni tani që po i merrni këto ftesat, që po njiheni vetë sepse mbërë një periudhë shumë të shkurtër vetë se keni nisë të merrni emër, t'ju njohin gjithë njerëzit, po ashtu performoni në evente kyçe që janë mbajtur në qytetin tonë. Është ndjesi shumë e mirë kur e din që hey, qytetarët e Shkupit kanë nisë me të njohur edhe tash po na prasin për vende të ndryshme për me performu. Është ndjesia e mirë tepër, po gabimin e vetëm që e kemi bë është se është rrjetet sociale me qilë shumë për më herët.